Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, shikues të ndëruar të emisionit ton, Kandili i Diturisë. Mirë se vini edhe në këtë fundjavë, duke shpresuar se keni pasur një javë të begatë në aktivitetet tuaja, qoftin ato aktivitete humanitare, ato profesionale, qofshin ato aktivitete edhe personale, pra punë dhe përgjithësi për familjarët e tu. Besoj se Allahu i Madhërisht ju ketë begatuar në ato punë të juaja. Sonte si çdo javë, pra kemi hoxhën e nderuar Dr. Bashkim Aliun, dhe sonte kemi temën pra mesazhe reformuese të muajit Shaban. Para se ti dham hoqët një mirëseardhje, ju njoftoj se mund të inkuadroni drejt për drejt nëpërmjet WhatsAppit tim +44753 8787866, ashtu siç po lëvizën në fund të ekraneve tuaja. Tu mund të inkuadroni edhe nëpërmjet Messengerit tim Shpëtim Sjarina, por gjithashtu mund të inkuadroni edhe përmes shkrimeve në YouTube të kanali Kandili i Diturisë, por gjithashtu edhe kanali personal i imi, pra Shpëtim Sjarina, mund të shkruani pyetjet e juaja atu. Sidoqoftë, zgjedhni mënyrën tuaj, por mundeni edhe me shkrim nëpërmjet TikTokut, për ata që po na ndjekin në faqen time personale të TikTokut të Shpëtim Sjarina, mund të inkuadroni aty me shkrim apo edhe me zë duke ngritur në panel. Atëherë, hoqë nderuar, Selamu alaikum dhe mirë se erdhe. Wa alaikum salam për ju dhe për gjithë vëllezërit dhe motrat të cilët janë duke na ndjekur në këto momente. Dhe mirë se ju gjeta. Shpresoj se keni pasur një javë të begatë edhe ju me punë, me aktivitete, dhe besoj ke qenë në vendindje, po? Po, elhamdulillah, kemi pasur, do të thot, një javë të begatë, jo në vendindje, po kemi qenë, do të thot, në Turqi, ashtu në një udhtim, po. Shpresoj se çdo gjë këtë shkuar mirë dhe ashtu siç i ke planifikua mirë, po Allahu din më së miri, nganjëherë ai na bën surpriza duke i konkluduar gjonat edhe më mirë se sa që ne kemi planifikuar, apo? Po, elhamdulillah, do të thot, nëse jemi të vendosur në qëllimet tona me një jetë të pastër dhe me mbështetjen e Allahut xhaleshanuhu, shpresoj se çdo gjë do të jetë në rregull. Po ja afrohemi muajit të shenjtë të Ramazanit. Dhe temën që ke zgjedhur është mesazhe reformuese të muajit Shaban. Atëherë pa humbur kohë, të japim fjalën ty. Allah ju shpërbleft dhe ju begatoft në çdo fushë të juaj të aktivitetit juaj. Faleminderit. Po, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pra edhe një herë, selamu alaikum, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Waalaikum salam. Për këtë javë e kemi zgjedhur këtë temë, pra muaji Shaban dhe mesazhet reformuese të këtij muaji. Për shkak se jemi në pritje të muajit Ramazan, por ashtu siç ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muaji Shaban është një muaj ndërmjet muajit Ramazan dhe muajit Rexhep, që shumë njerëz e neglizhojnë, e marginalizojnë, e tejkalojnë, nuk ja varin veshin shumë, ndërkaq ai është një muaj i rëndësishëm. Por atë edhe ne vendosëm të thotë që sonte të diskutojmë për këtë, për muajin Shaban dhe mesazhet reformuese realisht të cilat i marrim ne nga muaji Shaban. Për shkak se është muaji i 8 në kalendarin e hënës, kalendarin islam që përdorim ne, dhe pra është para muajit Ramazan. Dhe të qeni të këtij muaji, pra para muajit Ramazan, ka një domethënie jashtëzakonisht të madhe dhe me të vërtetë ka mesazhe jashtëzakonisht të rëndësishme për ne si musliman edhe në kohën tonë. Ajo që unë tentoj çdo herë në përligjërata të bëj është ndërlidhja e të kaluarës me të tashmen, pra ndërlidhja e asaj që është historike me atë që është aktuale, edhe në këtë rast, mbase muaji Shaban është edhe aktual, se është prezent, pra nuk është diçka që ka ndodhur, por është prezent, pra po ndodh tash.
por megjithatë pra do të mundohemi që disa elemente të rëndësishme nga ky muaj t'i vëmë në peshojën e realitetit ton të sotëm dhe të nxjerrim mesazhen në fakt pra për atë që çka na mëson dhe në çka aludon muaji Shaban. E para është çështja e adhurimit, ibadetit. Do të thotë, muaji Shaban është muaj i adhurimit në veçanti të agjerimit. Dhe prej kësaj ne kuptojmë se besimtari për ta ngrit veten, për të pësuar një transformim, normalisht se i duhet adhurimi. Adhurimi që nënkupton nënshtrim ndaj krijuesit në të gjitha sferat e jetës. Dhe kur themi adhurim, pra adhurimi në Islam nuk nënkupton vetëm ritualet, siç mund të mendojë dikush, jo, por siç e kanë definuar edhe shumë dietar, adhurimi është një nocion gjithëpërfshirës që ngërthen çdo gjë me të cilën Allahu është i kënaqur. Pra, ky është adhurimi në Islam. Dhe normalisht se muaji Shaban, pra në brendësinë e tij e ka mesazhin e adhurimit si një mekanizëm të rëndësishëm për reformimin e njeriut, ngritjen e tij, përmirësimin e jetës së tij dhe po ashtu pasurimin e tij me virtyte të larta. Këtë e themi nga shkaku se në muajin Shaban, i dërguari i Allahut, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, në veçanti pra ka agjëruar. Jashtë Ramazanit, siç e përmend edhe Hazreti Aisha, më së tepërmi dhe po ashtu edhe disa prej shokëve të tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më së tepërmi ka agjëruar në muajin Shaban, pra jashtë Ramazanit, që do të thotë se i ka kushtuar kujdes adhurimit në muajin Shaban. Dhe adhurimi i theksuar në këtë rast, se nuk do të thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka bërë adhurime tjera në këtë muaj, jo, ai ka vazhduar edhe namaz ka falur, bile namaz nate, edhe sadaka, edhe kështu me radhë, por tash është tu me rëndësi, do të thotë ajo që e ka theksuar në veçanti ka qenë agjerimi, që t'ja përshtas pra ardhjes së muajit Ramazan. Se muaji Ramazan është muaj i agjerimit dhe para muajit Ramazan, pra në muajin Shaban, ai ka agjeruar që t'ja përshtas, do të thotë, këtë adhurim atij të muajit Ramazan. Dhe këtu e kuptojmë rëndësinë e adhurimit në reformimin e individit e më pas edhe në reformimin e bashkësisë, ummetit në përgjithësi. Pra pa adhurim, pra në nështrim ndaj Allahu xhalleshanuhu, ne nuk mund të pretendojmë se do të arrijmë lart. Bile edhe shumë mendimtar islam të kohës tonë thonë se nëse ummeti islam dëshiron që ta mban flamurin lart të zhvillimit dhe të jetë bajraktar i popujve, të jetë prijatar i popujve, ai pra duhet t'i kthehet adhurimit të vërtet, pastrimit të shpirtit dhe vlerave morale me të cilat ai është dalluar në të kaluarën, dhe si rezultat i kësaj edhe ka shkëlqyer dhe është theksuar në fushat e jetës dhe ka qenë pra flamurtar, mund të themi kështu, prijatar dhe i pari në skenën botërore. Për ta kthyer apo rikthyer këtë lavdi, muslimanët duhet t'i kthehen adhurimit, ashtu pra siç kanë qenë në atë kohë kur ata ditën, siç e përmendin edhe shumë dietar, për shokët e të dërguarit të Allahut dhe gjeneratat e artët e islamit, ditën kanë qenë kalorës e natën kanë qenë adhurues. Pra këtë duhet ta kthejnë. Për atë muaj Shaban, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet prej tij, në veçanti ka agjëruar, do të thotë e ka shtuar adhurimin edhe përmes agjerimit në këtë muaj, që do të thotë se muaji Shaban është muaj që na jep mesazh të qartë se ne duhet të jemi të përkushtuar në adhurim, në veçanti pasi vjen muaji Ramazan, edhe adhurimi i është përshtatur pra atij që pason me çka bëhet edhe ndërlidhja
e muajve në kuptim të adhurimit. Mesazhi i dytë i rëndësishëm që merret është mesazhi, që themi, shëndetësor dhe medicinal i muajit Shaban. Pse e themi këtë? Këtë themi nga shkaku se së pari në përgjithësi agjerimi si adhurim ka dobi shëndetësore për trupin e njeriut. Po ne nuk jemi tash në këtë ligjërat që ti trajtojmë dobit shëndetësore, dhe ndoshta për këtë do të ishin kompetent njerëzit e fushës përkatëse, pra mjekët, por në përgjithësi nga ajo që kemi lexuar prej mjekëve dhe që kanë shpjeguar ata, agjerimi si veprim, pra si adhurim, ka dobi të jashtëzakonshme për trupin e njeriut, organizmin. Po këtu në rastin e muajit Shaban, ne kemi edhe një element tjetër. Pra tham se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në veçanti ka agjëruar në këtë muaj, pra e ka shtuar agjërimin në këtë muaj në krahasim me muajt e tjerë. Dhe këtu vim te dobia shëndetësore e muajit Shaban. Pse? Sepse nuk është shqetësi dhe jemi të gjithë të vetëdijshëm se mos themi shumë pak, po themi jo shumë prej muslimanëve agjërojnë edhe jashtë muajit Ramazan. Normalisht, falë Zotit, ka që agjërojnë, edhe këtë e shohim nga ajo që neve shpesh herë na pjesin si imam e kështu me radhë, por nuk mund të themi se është një numër i madh. Pra, jashtë Ramazanit nuk ka shumë musliman pra që agjërojnë. Dhe kjo do të thotë se gjatë gjithë vitit trupi e ka një ritëm në kuptim të ushqimit. Kur vjen muaji Ramazan, veçanërisht në ditët e para të muajit Ramazan, vrehet të disa njerëz për shembull debalans. Pse? Se gjatë gjithë kohës ka pasur një orar të ushqimit dhe kur vjen muaji Ramazan tash normalisht se janë ndryshon atë orar. Ai që nuk ka agjëruar as pak, as të hënë, as tentë, as ditë tjera, normalisht në ditët e para, veçanërisht kur dita është më e gjatë pak, se ndoshta kur është më e shkurtër, sikur tash, ose në kohën e dimrit në përgjithësi, ndoshta nuk e vren shumë, por në përgjithësi, kur trupi pson një ndryshim, ajo vrehet menjëherë. Për atë, muaji Shaban ka edhe një mesazh të qartë të shëndetësor. E përgatit trupin e besimtarit për muajin Ramazan. Do të thotë, duke agjëruar në muajin Shaban, krahas sevapeve që marrim ne për agjërimin që e bëjmë si adhurim, po ashtu kemi dobi edhe në aspektin shëndetësor, sepse ne çka bëjmë, përgatitemi edhe fizikisht, edhe në kuptim të organizmit, kuptim të ndryshimit të orareve të hajës dhe të pijes, për të mund të përballojmë muajin Ramazan më mirë. Dhe është evidente se ata musliman pra që agjërojnë jashtë Ramazanit, në veçanti këto 3 muaj pra, qoftë hënë të ejnë apo edhe më tepër ditë, shumë më kështu të themi në mënyrë më të zakonshme organizmi i tyre e fillon Ramazanin se sa ata të cilët nuk agjërojnë asnjë ditë para Ramazanit. Normalisht agjërimi para Ramazanit është vullnetar, që themi ne nafile. Edhe në muajin Shaban është vullnetar, por me dobi të mëdha pra. Jo vetëm në kuptim shpirtëror, jo vetëm për atë se merret sevap, po në të njëjtën kohë për atë se trupin e besimtarit e përgatit për të përballuar më lehët çka muajin Ramazan. Nga ky aspekt pra, muaji Shaban ka një mesazh të qartë edhe në kuptimin shëndetësor, pra edhe në kuptimin medicinal, dhe këtu shihet faktikisht multidimensionaliteti i muajit Shaban dhe i adhurimeve në përgjithësi, pra në Islam, që në këtë rast është agjërimi si adhurim i rëndësishëm i theksuar në muajin Shaban. Po ashtu, nëse shkojmë në mesazhe tjera, do të shohim se
muaj Shaban është pozicionuar para muajit Ramazan, që për çdo njeri është e qartë se çka është për qëllim me muajin Shaban. Do të thotë është një derë për në Ramazan. Dhe kjo derë është ajo paradhoma e Ramazanit, nëse mund të themi apo të shprehemi kështu simbolikisht. Dhe kjo do të thotë se ne në muajin Shaban e kemi rastin që të përgatitemi në të gjitha aspektet, pra edhe shpirtërisht, po edhe fizikisht, për muaj Ramazan. Tash, çka do të thotë atëherë ky pozicion i muajit Shaban? Dhe çfarë mesazhi na jep neve? Na jep mesazhin e përgatitjes, planifikimit dhe programimit të jetës tonë për ummetin në përgjithësi, edhe për ne si individ, po në të njëjtën kohë edhe për ummetin islam, pra për muslimanët në përgjithësi. Një popull i cili nuk ka plan, nuk ka program, nuk planifikon para se t'i kryej gjërat, nuk ka një strategji, ai nuk mund të arrijë shumë lart. Edhe një person i cili nuk ka një strategji, nuk ka një plan të veprimit të vet, ku mund të shkoj ai? Ku mund të arrijë ai? Sot jepen pra derdhen mjetet të mëdha materiale për plane strategjike, për të planifikuar gjërat, për të pasur një program. Pra nuk është e kot ajo ka rëndësinë e vet. Kështu që muaji Shaban e ka edhe këtë mesazh për ne si individ dhe për ummetin islam në përgjithësi si bashkësi, pra, që ju nëse doni që të ecni përpara, që të dilni nga gjendja në të cilën jeni, sepse nuk është shqetësi se nuk jemi në gjendje të mirë dhe nga të gjitha anët kemi sulme dhe kemi probleme, faktikisht kërkohet prej nesh si musliman të vëmë strategji, të bëjmë plane para se të nisemi për gjërat e mos të nisemi për diçka në rrugë pa plan. Jo, ajo nuk është në rregull. Duhet me plan, duhet të ecim përpara me një strategji dhe vetëm në këtë mënyrë popujt e ngritur, popujt që kanë arritur diçka të theksuar, pra kanë planet e veta strategjike, kanë planin 5 vjeçar, 10 vjeçar, afat shkurt, afat mesëm, afat gjatë. E tash ne shpesh herë i dëgjon muslimanët thonë ditë e re, nafak e re. Shikoni, kjo është e saktë në një aspekt ose në një kontekst, por jo në çdo kontekst edhe në çdo aspekt. Muslimani nuk duhet të jetë i tillë që gjërat t'ja le rastësisë. Hajtë shohim çka do del. Jo, ti duhet të planifikosh, duhet të kesh program, duhet të kesh një strategji. Pastaj nëse dalin pengesa, edhe nëse dështon, ajo është çështje tjetër. Atëherë vjen pyetje kjo. Por përndryshe, pra nuk guxon, pra ne nuk guxojmë edhe si individ, po edhe si bashkësi që të themi se çka dalen e dalet, qohim dita e re, nafak e re, çka do të na sjellë. Kjo nuk ka në rregull. Pra duhet të bëjmë përgatitjet. Duhet të jemi të përgatitur. Ky është edhe mesazhi i vet Kur'anit. Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar qartë thotë: "Wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khayl." Përgatituni sa të keni mundësi, forcë, kuaj, sepse në atë kohë kur ka zbritur Kur'ani, kuajt kanë qenë mjetet luftarake, pra përgatituni për kjo përgatitja, wa iddu lahum mastata'tum, sa të keni mundësi, me forcë. Forca nuk është vetëm forca ushtarake, forca është edhe forca intelektuale, edhe forca shkencore, edhe do me thënë të gjitha llojet e forcave. Faktikisht përgatitja është shumë e rëndësishme. Pa përgatitje nuk bën të shkot askund. E ne fatkeqësisht sot gjithë jemi të vetëdijshëm, për shembull, dëgjojmë ose në bisede sipër shpesh herë njerëzit që duhet të përgatiten dalin të papërgatitur. Qoftë në fushën e vet ku është, në vendin e punës, për shembull, e pyet ose i dëgjon shpesh herë
ka të tillë që thonë nuk e profesor ose diçka, këtë land ose këtë material unë e ligjeroj çdo vit, besom nuk e preki librën. Kjo nuk është në rregull. Pa marrë parasysh shtyp tash për shembull, se e ligjeron të njëjtin material, duhet të gjurmosh gjëra të reja, ose ja shkojmë edhe në aspektin fetar. Tash vjen ditëlindja e pejgamberit ose hijreti ose ja Ramazani, them ja be s'kam nevojë unë, se unë ka që 20 vite që flas për këto gjëra. Unë e di një ders e mbaj unë për Ramazanin. Pa hap asnjë libër. Kjo nuk ka rregull. Ti duhet të hapish libra, shohish gjëra të reja, shohish ide të reja, shohish studime të reja në këtë drejtim. Jo të mjaftosh mat, tamam, ti ndoshta mund ta bësh një ligjërat si rezultat i përvojës tënde të gjatë, por nuk ka në rregull të ndalesh vetëm në atë që ka kaluar. Ti duhet edhe me gjëra të reja të pasurohesh. Pra përgatitja para se të dalish ti në ders, profesori të del para studentëve ose deputetin në parlament ose diku tjetër është shumë e rëndësishme. Kjo pra e tregon seriozitetin tënd në qasje, seriozitetin tënd në punë dhe të bën të jesh edhe shumë pra më produktiv në atë punë që e bën. Këtë pra e marrim prej muajit Shaban. Pse? Se muaji Shaban është muaj i përgatitjes për muajin Ramazan. Dhe ummeti islam pra pikërisht çalon në shumë fusha dhe gjendet në këtë gjendje edhe për atë se nuk ka bërë përgatitjet e duhura për sfera të ndryshme pra. Edhe kjo është edhe në nivel individual edhe në nivel kolektiv si ummet. Shikoni tash nivel individual për shembull. A nuk na ndodhin këto gjëra neve shpesh herë deri në momentin e fundit kur duam të udhtojmë dikundi, deri në momentin e fundit ende nuk i kemi mbledhur gjërat që na duhen. Kemi haruar diçka, kemi lënë diçka mangut. Ose pa duhet dikush na thotë, hajde më shpejt se është koha e duhet të shkojmë, ende ne jemi zënë me diçka tjetër faktikisht. Këto janë tregues se ne nuk jemi në nivelin e dur të përgatitjes. Edhe nuk është shqetësi se ndodhin edhe raste të tilla, në aeroport shkon e ka harru pasaportin, ka marrë gabim diçka tjetër e kështu me radhë. Pra, ky është rezultat i asaj se ne nuk i bëjmë përgatitjet e duhura. E shikoni pra, muaji Shaban, ashtu siç e ka lavdruar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ai siç ka agjëruar në të, është një mesazh i qartë se duhet bëhen përgatitjet nëse duam të ecim përpara. Dhe ky mesazh pra është shumë i rëndësishëm, një element i rëndësishëm këtë drejtim. Shikoni, nuk është vetëm përgatitja plani, por është edhe provimi i atij planit. Në praktik ta provosh, a shkon a nuk shkon, ecën ose nuk ecën, është i realizueshëm ose jo i realizueshëm. Pse? Si kjo pra? Për shkak se në muajin Shaban ne jo vetëm që e ndjejmë ardhjen e muajit Ramazan kështu në aspektin teorik, po ne praktikisht, pra çka bëjmë? Praktikisht agjerojmë. Do me thonë, praktike bëjmë këtë. Do të thotë e provojmë atë që e dim, ose që e kemi dije teorike, e provojmë praktik. Para se të hyjmë në muaj Ramazan, ne e provojmë praktik atë që e kemi bë planin e provojmë para se dalim në skenë tamam për ta mbaj pra atë shfaqjen kryesore. Kjo është shumë e rëndësishme. Pse agjerojmë në muajin Shaban dhe tamam e shohim se me të vërtet ne jemi të gatshëm dhe përgatitemi për muajin Ramazan, jo vetëm teoretikisht, por në të njëjtën kohë edhe në mënyrë praktike. Do të thotë prova konkrete, ne në muajin Shaban bëjmë edhe prova për atë që na pret në muajin Ramazan. Kjo është shumë e rëndësishme për ne si ummet, pra në të gjitha fushat tjera. Këtë përvojë të muajit Shaban duhet ta marrim edhe ta transmetojmë në të gjitha fushat tjera, se edhe atje duhet t'i provojmë gjërat, të kemi një herë plan, të kemi një strategji të qartë, t'i bëjmë përgatitje dhe këto t'i vëmë në praktik, pra me prova t'i shohim apo t'i provojmë me vënien e tyre në praktik, a janë efikase apo nuk janë efikase. Ky është një mesazh madhështor i muajit Shaban që ne si besimtar pra nuk duhet ta neglizhojmë dhe duhet ta bëjmë apo ta përkthejmë në jetën tonë edhe për aspektet e tjera.
Një mesazh tjetër me të cilin do të mundohem ta përfundoj, domethënë këtë, është edhe ajo se llogaria. Muaji Shaban është një muaj që jep një mesazh të fortë, të fuqishëm pra dhe të qartë për nevojën e llogaritjes. Çka nuk kuptohet me llogaritje? Llogaritjen e veprave tona, llogaritjen bilansin pra. Si është kjo në muajin Shaban? Shikoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kam pyetur për muajin Shaban, ka thënë kështu: është një muaj ndërmjet muajit Ramazan dhe muajit Rexhep. Shumë njerëz e anashkalojnë, e tejkalojnë, domethënë e kapërcejnë pa ja varur veshin. Pse? Sepse muaji Rexhep është muaj i shenjtë dhe janë të fokusuar në të. Pastaj muaji Ramazan është po ashtu muaj i bekuar, i rëndësishëm, me mirësi të shumta dhe po ashtu janë të fokusuar në të. E këtë muaj sikur e tejkalojnë. Edhe ai thot pra se unë agjeroj në këtë muaj. Pse? Sepse në këtë muaj thot, veprat i ngritën Allahut, i ekspozohen Allahu xhaleshanuhu. Dhe unë dëshiroj që veprat e mia ti ekspozohen Allahut duke qenë unë agjerueshëm. Tashtu kemi elementin e llogarisë. Çka do të thotë ekspozimi? Pra aludon rezultati i kësaj është llogaria. Se këto vepra maten, peshohen, këto vepra llogariten. Tashtu kemi ngritje që ndodhen pra në muajin Shaban, dhe muaji Shaban është një herë në vit, pra kemi ngritje vjetore të veprave. Por nuk e kemi vetëm këtë. Kemi edhe ngritje javore, kemi edhe ngritje ditore bile. Dhe pasi e bëjmë çdo vepër, Allahu i di të gjitha. Nuk është se Zoti nuk i di e ne tash ati i jepet raport në atë kuptim se ai duhet të njoftohet. Jo. Allahu xhashanu i di veprat edhe para se ti bëjmë ne, po këtu është drejtësia e Allahut se na sjell dëshmitar neve. Aq i drejtë është ai, saqë nuk e le vetëm me dijen e tij për thotë, ja, keni dëshmitar edhe nga të deleguarit e mi tek ju, pra melekët që i kanë regjistruar veprat tuaja, dhe nga raportet që më jepen mua për ju, pra për veprat tuaja, çdo ditë, çdo javë dhe çdo vit, po edhe gjatë jetës ju kur vjen vdekja. Do të thotë muaji Shaban është një muaj kur ngriten veprat tona te Allahu xhaleshanu. Dhe kjo ka mesazh të qartë për ne që ti llogarisim gjërat, që mos ja anashkalojmë gjërat, që të bëjmë bilans. Mesazhi i ngritjes veprave çka është? Është llogaritja. Vetë llogaritja për të përmirësuar vetveten, për të përmirësuar veprat, por mos të qëndruar pra neglizhent. Shikoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka qenë pejgamber dhe ka pasur një pozitë krejt ndryshe nga njerëzit e tjerë. Thot, unë agjeroj sepse në këtë muaj ngriten veprat e mia dhe dëshiroj të ngriten veprat e mia te Allahu duke qenë agjerueshëm. Atëherë pyetja është për ne. Çka duhet të bëjmë ne? Dhe këtu pra është ajo që ne nuk e bëjmë shumë realisht. Sa musliman ndalen në fund të ditës edhe llogarisën çka kanë bërë ata sot. Sa përqind kanë bërë mirë e sa përqind kanë bërë keq. Sa kanë vepruar në drejtim pozitiv e sa kanë vepruar në drejtim negativ. Sa ka këtë që e bëjnë në mënyrë javore, ose mujore, ose vjetore. Një kompani që nuk i ka bilanset si duhet të hyrjeve dhe daljeve, ajo dështon. E këtë duhet edhe ne ta kemi parasysh, edhe në nivel personal, individual, si individ, po edhe në nivel kolektiv, si ummet, si bashkësi. Një ummet, një popull që nuk i llogarit veprat e veta, që nuk i llogarit rezultatet, që nuk ka bilans, që nuk ka regjistër të asaj që bën, që nuk ka kohë për vetë reflektim, nuk mund të themi se ai mund të ecë shumë përpara dhe nuk mund të themi se mund të ngritet shumë. Duhet çdo njeri pra ta marrë në llogari vetveten, me qëllim që llogaria në botën tjetër të jetë më e lehtë. Nëse ne i llogarisim veten tonë këtu, i llogarisim veprimet tona
besoni se shumë më të përgatitur do të jemi në ditën e gjykimit për llogarinë e fundit finale që do të dalin para Allahu xhaleshanuhu. Për atë muaj Shaban pra, me atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ngriten veprat te Allahu xhaleshanuhu, ka një mesazh të qartë të llogaritjes së gjërave nga ne, edhe si individ, po edhe si popull realisht, nëse duam të ecim përpara, nëse duam të përmirësohemi, se vetëm në këtë mënyrë kur i llogarit gjërat, kur i bën hesab, kur e sheh pozitiv dhe negativ sa është, atëherë ti mund të ecish përpara. Përndryshe është problem, sepse nuk e di ku je me bilansin, nuk e di ku je me hyrjet dhe daljet, nëse mund të shprehem ashtu, nuk e di ku je me sevapet dhe me gjunahet, nuk e di ku je me veprat e mira dhe veprat jo të mira. Pra, kjo është ajo. Për atë muaj Shaban, në këtë drejtim, është një muaj që na jep një mesazh të qartë se duhet t'i llogarisim gjërat. Dhe atëherë do të jemi më efektiv edhe në punë, në të njëjtën kohë do të jemi edhe më të gatshëm për t'u penduar kur e shohim se kemi dështuar, kemi çaluar në shumë aspekte, do të jemi të tillë që do të mundemi pra të reflektojmë dhe t'i bëjmë një rikapitulim vetes tonë dhe me këtë edhe ta përmirësojmë pra veten tonë, t'i përmirësojmë veprat tona dhe të jemi më efektiv inshallah në çdo aspekt. Unë me kaq do të kisha përfunduar në lidhje me disa mesazhe të rëndësishme që merren nga muaji Shaban për realitetin ton, për jetën ton dhe për atë që ne duhet ta bëjmë. Tash u ala juve atje në studio, pra nëse keni pyetje rreth kësaj apo nëse keni pra ndonjë çështje tjetër që mund ta diskutojmë në lidhje me temën që e elaboruam deri më tash. Allah shpërbleft o gjëndi për ligjërimin e dhe të kësaj teme, tash u alëm radhën atyre të cilët doin të inkuadrohen për të bëndë një pyetje apo diçka, edhe pse pak ke lënë ndoshta pa u sqaruar mirë, po shpresoj që prap do të kemi pyetje si çdo herë. Shumica e pyetjeve janë dihet domthonë me shkrim të shumtë në kohës, por ju njoftoj dhe juve dëgjuesve edhe shikuesve që nëse doni të inkuadroni, sidomos ata që janë në TikTok, mund të inkuadrohen nëpërmjet panelit këtu, dhe mund t'i bëni pyetjet e juaja me zap po edhe me shkrim nëse ashtu zgjedhni sipas preferencave tuaja. Mund t'i inkuadroni drejt me zap dhe nëpërmjet WhatsAppit tim +44 7533 8786, por gjithashtu mund të shkruani edhe nëpërmjet Facebookut tim Shpëtim Sjarina, por edhe nëpërmjet YouTube-s në kanalin ton Kandili Dituris, por edhe në kanalin ton personal timin pra Shpëtim Sjarina. Mirë, atëherë nëse ju që jeni në TikTok këtu në live, dëshironi të inkuadroni, thjesht mund të hapni mikrofonin edhe të prezantoheni dhe të bëni pyetjen. Përndryshe, do të shkojmë me pyetjen e radhës që i kemi seleksionuar prapërsisht disa dhe të pyetje që kanë të bëjnë me temën. O gjendruar bashkim, për ata që na ndjekin si familje, çfarë është muaji Shaban dhe pse është i rëndësishëm për secilin prej nesh? Po, muaji Shaban si familje realisht është i rëndësishëm për shkak të reflektimit që duhet ta bëjmë ne, edhe në nivel individual, po edhe në nivel familjar. Për shkak se prindërit duhet t'i këshillojnë realisht, po edhe t'i porosisin familjarët e vet, fëmijët e vet edhe anëtarët tjerë të familjes, se muaji Shaban është paradhoma e muajit Ramazan. Dhe për këtë duhet një përgatitje edhe individuale, por realisht edhe familjare dhe kolektive në përgjithësi. Për shkak se Ramazani sjell një atmosferë tjetër tek muslimanët, por jo vetëm, bile edhe jo muslimanët pra ndikohen në një formë nga Ramazani, më spaku duke u interesuar se çfarë është ky muaj. Por atë muaji Shaban,
pra si individ, është shumë me rëndësi edhe si familje ta dim pra se duhet edhe ta organizojmë jetën tonë dhe të jemi të tillë me veprimet tona në këtë muaj që vërtet t'i ngjajmë një parapërgatitjeje të duhur për muajin e bekuar muajin Ramazan. Pra të jemi vërtet ajo paradhoma që i ka hije muajt të bekuar Ramazan. Në veçanti kur është në pjekje pra agjerimi, trajnimi vetës, stërvitja e vetës, përgatitja e vetës, në veçanti edhe me agjerim për shkak të ardhjes së muajit Ramazan, me çka edhe fizikisht realisht ne jemi më të gatshëm atëherë që ta presim muajin Ramazan dhe të jemi pastaj më aktiv realisht në muajin Ramazan dhe mos të kemi komplikime shëndetësore që mund edhe tek dikush të ndodhin. Muhamedi alayhi salatu wasalam është njoftur, domthonjë që ka kushtuar kujdes të veçantë do të këtij muaji. Cila është arsyeja dhe ku është urtësia e saj? Po pikërisht ajo që i ka paraprir muajit Ramazan dhe ajo që e përmendëm edhe në hadith që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se në këtë muaj ngriten veprat tek Allahu. Dhe unë dëshiroj që të ngriten veprat e mia duke qenë agjërueshëm. Pra kemi të bëjmë me adhurim, kemi të bëjmë me llogaritje, kemi të bëjmë me prezantimin e veprave para Allahu xhaleshanuhu dhe në të njëjtën kohë ai pra ka agjëruar pra për këtë arsye sepse ka dashur që veprat e tij të ngriten para Allahu duke qenë faktikisht agjërueshëm. Dhe agjërimi në këtë rast është edhe i logjikshëm për shkak se i paraprin muajit Ramazan, i cili është muaj i agjerimit të obligueshëm, ky është muaj i agjerimit vullnetar. Për këtë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dalluar muajin Shaban me agjerim, pra në këtë rast, për shkak pra të ngritjes së veprave të Allahu xhaleshanu dhe po ashtu pra për shkak të ardhjes së muajit të bekuar Ramazan. Si mund ta shfrytëzojnë një familje muajin Shaban? Shiko, nëse lexojmë në librat e dietarëve realisht, ka shumë raste që ata të cilët se ka dietar që janë marrë edhe me veprimtari normale, do të thotë për fitimin për të përfituar për të mbajtur jetesën, kanë pasur edhe zanate të ndryshme. Ka ndodhur që disa që kanë pasur shitore, kështu të themje, apo lokale të tjera për veprimtari të ndryshme, i kanë mbyllur në muajin Shaban dhe janë qasur leximit. Do thotë ka qenë shumë interesante kështu. Do thotë kanë lexuar në veçanti. Ka prej dietarëve që në muajin Shaban e kanë shfrytzuar si muaj të përgatitjes edhe në atë kuptim të leximit për muajin Ramazan. Që në këtë rast ne mund të përfitojmë pra nga adhurimi, qoftë agjerim, qoftë namaz, po në të njëjtën kohë edhe nga pasurimi i jon me njohuri të re që për Ramazan tamam të dim, të kemi lexuar dhe të dim se çka është muaji i bekuar Ramazan. Në këtë drejtim pra mund ta shfrytëzojmë muajin Shaban që të përgatitemi faktikisht pra për muajin e bekuar Ramazan, ndërkaq thash nuk është vetëm agjerimi, është po ashtu edhe namazi i rëndësishëm në këtë muaj, me çka ne edhe përmes namazit, shtimit të namazeve nafile, po ashtu përgatitemi për muajin Ramazan, sepse muaji Ramazan është edhe muaj i namazit realisht, jo vetëm muaj i agjerimit. Pra i agjerimit dhe muaj i teravis, po edhe i vazhdimit të namazit të teravis realisht krahas namazit që falet në xhami, pastaj pra ka edhe që falin edhe në kohën e shifirit derisa të vjen imsaku e kështu me radhë. Një musliman apo një muslimane e re ose i cili nuk din shumë, nuk ka shumë njohuri fetare, me cilat gjonat mund ta inkurajojmë atë individ gjatë këtij muajit Shaban, pra? Po shikoni, atë mund ta inkurajojmë me atë se në këtë muaj bëhet një prezantim i veprave para Allahu xhaleshanuhu
dhe pasi veprat tona prezantohen para Allahu xhaleshanu, atëherë është e rëndësishme që në këtë muaj në veçanti ne pra të bëjmë sa më tepër vepra të mira. Unë mendoj se nuk mund gjejmë arsye tjetër jashtë asaj se ta ndjekim pejgamberin alayhis salam, se ne jemi ndjekësit e tij. E tash, nëse ne agjerojmë në këtë muaj ose shtojmë adhurimin, edhe adhurimet tjera krahas agjerimit, ne e para është që bëjmë çka, shkojmë pas hapave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është kënaqësia më e madhe për një besimtar kur shkon pas hapave të pejgamberit. E dyta është pra që po ashtu në këtë muaj është koha kur veprat tona prezantohen para krijuesit. Dhe a do të kishim dashur ne që veprat tona të prezantohen me pozitiv apo me negativ? Do të thotë me një prezencë të veprave të mira që janë pozitive në këtë rast, apo me mangësi, apo me noksanllëk të veprave të mira që janë negative pra. Do të thotë kemi dy elemente këtu. Por atë nuk ka motivim më të madh se ti thuash dikujt pra, qoftë edhe musliman i ri sa ka hyrë në islam, se sa megjithatë ai që ka hyrë në islam edhe di diçka, ka lexuar, nuk ka hyrë ashtu vetëm kot faktikisht. Se në këtë muaj, pra në muajin Shaban, prezantohen veprat e Allahu xhaleshanu. Atëherë pra mundohu që të bësh vepra të mira që para Allahu xhaleshanu pra të jesh ti i lavdruari dhe ai me të cilin Allahu xhaleshanu është i kënaqur. Në këtë kohë kur po e quajmë ashtu koha e modernitetit, kemi një problem, një ndër problemeve që kemi është me të raportet mes prindërve dhe fëmijëve, apo mes fëmijëve dhe prindërve. A ka muaj Shaban ndonjë alternativë apo ndonjë këshill apo ndonjë sugjerim për prindërit fillimisht, domthonë si do të sillen ndaj fëmijëve, si të kenë qasje ndaj tyre? Shikoni, muaj Shaban si muaj marr parasysh se është muaj i prezantimit të veprave para Zotit, reflekton edhe në këtë drejtim. Edhe te prindrit, edhe te fëmijët. Pasi kur themi prezantohen veprat, tash ne mos mendojmë se i prezantohet Zotit vetëm namazi. Kjo është një gabim që mund ta mendojnë, them, një pjesë e muslimanëve se te Zoti prezantohet nëse ke fal namazin, ke dhënë zeqatin e kështu me radhë. Jo. Në kupton edhe bisedat e mia me tuat, edhe kjo ne që bëjmë, inshallah nëse kemi për hir të Zotit të dy, edhe kjo i prezantohet Allahu xhaleshanu. Prezantohet edhe veprimtaria humanitare që u përmendet edhe në fillim, gjatë javës që ke bë, gjatë muajit, gjatë vitit që ke bë. Vizitat që i ke bë tek njerëzit, vizita e të cëmurëve, vizita e të afërve kështu me radhë. Raportet brenda familjes, prind fëmijë, fëmijë prind, edhe këto i prezanton Allahu xhaleshanu. Pasi këto i prezanton, atëherë muaji Shaban në këtë drejtim u flet prindërve që t'i krijojnë obligimet e tyre ndaj fëmijëve, në drejtim të udhëzimit të tyre, të këshillimit të tyre, të qëndrimit me ta, të interesimit për ta, të përkujdesit që duhet ta tregojnë. Dhe po ashtu u flet edhe fëmijëve që edhe ata pra pasi veprat e tyre, fëmijëve këtu nuk kam për qëllim fëmijët e moshës e vegjël në kuptim të moshës, por e kam qëllim pra fëmijët në kuptim të pasardhësit e atij prindërit. Do të thotë edhe pasardhësve apo fëmijëve u flet se duhet të jenë kujdesshëm me prindërit e tyre, pra t'i dëgjojnë, të kenë respekt shumë radh, për shkak se edhe ato vepra i prezanton Allahu xhaleshanu. Dhe tash ne çka duam? Duam të jemi pozitiv para Allahu xhaleshanu apo duhet të jemi negativ? Në këtë drejtim, muaji Shaban po reflekton edhe në raportet prind-fëmijë dhe fëmijë-prind, duke ja bërë me dije çdo njërit se edhe ky aspekt apo edhe kjo anë që ndoshta shumë nuk e mendojnë, nuk e bëjnë llogari këtë, edhe kjo i prezantohet Allahu xhaleshanu. Pra, kur themi se i prezantohet Allahut, atëherë ne nuk ka diçka tjetër që mund të na bëje më të interesuar që ta përmirësojmë këtë gjë nëse kemi mangësi në këtë drejtim. Por atë pra,
kjo çështje që tham e llogarisë të muajit Shaban dhe ngritjes së veprave, realisht ka një shtrirje shumë të gjatë. Tu futen raportet me fqinjet, raportet me shokëve, raportet mes bashkëshortëve, raportet me të gjithë njerëzit pranë përgjithësi, se të gjitha këto i prezanton Allahu xhaleshanu. Dhe kur i prezanton të gjitha këto Allahu xhaleshanu dhe llogariten, pra shoshiten atje, shihen, peshohen, atëherë normalisht se kjo na thret neve që të jemi të kujdesshëm dhe ti përmirësojmë gjërat. Gjatë gjithë jetës dhe në çdo periudhë njeriu ka nevojë, ka dhe hapësirë për përmirësime. Gjatë muajit Shaban para Ramazanit, cilat janë ato më parimore që njeriu do t'i rregullojë në sjelljet e tij apo në personalitetin e tij para se raporti i tij me Zotin, e para raporti i tij me Zotin, raporti i tij me vetveten, raporti i tij me familjen, raporti i tij me shoqërinë ku jeton dhe raporti i tij me njerëzit në përgjithësi. Këto janë pra themelet, bazat, shtyllat e reformës që duhet të ndodhë faktikisht të njeriu dhe të përmirësimit. Nëse ne e përmirësojmë raportin ton me Zotin, besoni se raporti me Zotin pastaj reflekton në raportin ton me vetveten ton. Se edhe në këtë drejtim është shumë me rëndësi. Njeriu i cili konsumon drogë, e para që i bën dëm, ndoshta askujt tjetër nuk i bën dëm, se nuk dim edhe a ka mundësi t'i bëjë dëm, se e shkatron vetveten, kuptoni? Nuk flasim për ata që e tregtojnë drogën, ai që e konsumon vetë drogën, e para që i bën dëm ai është vetvetes. Raporti i tij me vetveten është në pozitë shumë të keqe. Ai ka hinë hak e para njerë vetvetes. Por atë shumë me rëndësi, nëse ne kemi raport të konsoliduar me Zotin, kjo reflekton në raportin ton me vetveten. Nëse ne kemi raport të mirë me vetveten, e rishikojmë veten ton, reflektojmë në qëndrimin ton ndaj vetvetes, normalisht se kjo pastaj ka reflektime edhe në raportin ton me botën përreth, bimore, shtazore, po edhe njerëzit, fqinjet të afërmit, të largëtit, shokët, kolegët e punës, njerëzit në përgjithësi pra ku jetojmë kështu me radhë. Pa u bën këto raporte pa u rregulluar, ne nuk mund të themi se kemi arritur një përmirësim të vetvetes tonë. Ju rikujtoj edhe një herë të gjithë në rrosë mund të inkuadroni drejt për drejt, nëse dëshironi të t'i bëni hoxhës bashkimaliu pyetje, por gjithashtu mund të lidheni me shkrim, pra është zgjedhje e tërësishme juaja. Një pyetje hoxh e nderuar për natën 15 të muajit Shaban. Mund t'i qasim kësaj nate nga një këndvështrim akaidulogjik dhe fikhor, domethënë si cilësohet kjo natë, çfarë mendimi keni për këtë? Pa, kjo natë ashtu siç është përmend në shumë transmetime, edhe pse ndoshta ka vrejtje për disa prej këtyre transmetimeve, megjithatë, kur ka edhe shumë transmetime e forcojnë njëri tjetrin, kjo natë ka një rëndësi të madhe. Është natë e pendimit, është natë e afrimit të mëshirës së Allahut, edhe pse mëshira e Allahut çdo herë është afër, por kjo është prej mëshirës madhështore të Allahut që disa momente i bën edhe më të qasshme pra për njeriu. Dhe në këtë drejtim, kjo natë është e rëndësishme në kuptim të afrimit ton të Allahut xhaleshanu, të pendimit ton që e bëjmë, të adhurimit që e bëjmë dhe të kërkim faljes që e bëjmë. Do të thotë, Allahu xhaleshanu çdo herë i pranon lutjet tona, nëse ne jemi të sinqertë. Çdo herë është afër nesh, ashtu si thotë në Kur'anin famlar. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të pyesin ti robërit e mi për mua, thuaj unë jam afër tyre. Do të thotë, jo vetëm në natën e mesme të muajit Shaban, jo, por me çdo herë. Por megjithatë, kjo mëshira madhështore Allahu xhaleshanu, disa momente i bën që njerëzit të reflektojnë. Pra si një lloj evenimenti i rëndësishëm. Sepse ne tazam, çdo herë kemi ndjenja kombëtare, po kur vjen dita ja shafërmi e kemi pavarësisë së Kosovës, pak më do të thotë sensibilizohemi më tepër. Vjen muaji Ramazan, nata e Kadrit, sensibilizohemi më tepër.
vjen nata e muajit Shaban, e mesit, sensibilizohemi më tepër. Vjen ta zamë 10 ditët e rëndësishme që janë të muajit Dhulhixhe, sensibilizohemi më tepër. Vjen dita e Arafatit, edhe për ato që janë në haxh, po edhe për ata që nuk janë në haxh. Agjerimi asaj është shumë i rëndësishëm. Vjen dita e Ashuras, është e rëndësishme. Pra këto janë momente që ne sensibilizohemi. Dhe po ashtu edhe nata e mesme muajit Shaban është momenti i sensibilizimit ton, është momenti i reflektimit ton, i afrimit të Allahu xhaleshanu, se Allahu xhaleshanu do thotë shikoni, nëse ju mundoheni në këtë natë, mëshirën time e kam lëshuar më afër jush është pra. Vetëm ju duhet ta kërkoni atë. Ju duhet të mundoheni për të. Ju duhet të luteni për të. Pra ky është ai aspekti i rëndësishëm i faljes, mëshirës dhe asaj se Allahu është i kënaqur që ne të gjithë në xhenet të jemi. Nuk don Allahu ne në xhenem të jemi. Atë e bëjmë ne vetë, ne e zgjedhim xhenemin. Allahu xhanu përmes këtyre momenteve të ndritshme, të shkëlqyeshme që ne i ka dhënë, që në veçanti falën, veçanti na mëshiron, veçanti na bekon, veçanti e pranon pendimin, me të vërtet tregon pra edhe natyrën optimiste të Islamit, se Islami spari e ofron xhenetin, pastaj ofron xhenemin. Në atë kuptim tërheq vërejtjen nga xhenemi, se kujdes nëse nuk e bëni këtë ka edhe dënim. Islami nuk është feja siç pretendojnë shumë të paraqesin xhenemit me njerëz zjarrit. Jo, e kundërta është. Krejt këto mundësi, nata e mesme muajit Shaban, nata e Kadit është kohë e shkarkimit prej mëkateve, pendimit të Allahut që të shkojmë në xhenet, e mos të shkojmë në xhenet. Kemi diçka nga aspekti dhe të fikor për këtë, sepse dihet që ka disa prej vëllezërve tanë që thonë jo, kjo natë është thjesht një natë e rëndomt, si çdo natë tjetër. Shikoni, unë thash jo rastisht në fillim të përgjigjes, se ka të atill që thonë edhe se nuk ka transmetime autentike për këtë natë, kupton? Por, unë them se do të thotë, marrë parasysh se ka shumë transmetime, këto transmetime e forcojnë njëra tjetrën për ta treguar rëndësinë e kësaj nate, që kërkohet pra adhurim. Normalisht çdo natë që Allahu xhaleshanu e ka veçuar, dihet se namazi është forma më e mirë afrimit tek ai, lutja, pendimi e kështu me radhë. Si mund ta pastrojmë në zemrën tonë nga inati, xhelozia, zidia, këto apo edhe fjalët e rënda gjatë këtij muaji, pak nga para se të hyjmë në muajin e shejt Ramazanit. Shikoni, është me rëndësi ajo që përmendëm se disa prej dietarëve të shquar e kanë veçuar muajin Shaban për të lexuar në veçantë. Sepse leximi është vetëdisim, edhe ne këtë duhet ta bëjmë. Duhet të vetëdisohemi, vetëdisimin duhet ta bëjmë përmes leximit. Është shumë me rëndësi ne të kemi njohuri se si bëhet pastrimi i zemrës. Në atë kuptim, çka duhet të ndodhë? Duhet të ndodhë që ne të shkojmë në rrugën e duhur, e për këtë duhet të lexojmë, se siç çka na ka porositur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka na ka thënë ai se me këto cilësi pra jo të pëlqyeshme apo me këto vese të liga mund të randojmë veten tonë apo e randojmë veten tonë dhe nuk ecim përpara. Vetëdisimi për këtë është hapi i parë ka pastrimi i vetes tonë. Nëse ne vetëdisohemi për këtë çështje, atëherë kjo tregon se ne do të ecim përpara, nuk do të jemi të dhënë pas inatit, pas xhelozisë, pas përgojimit e kështu me radhë, por do të mundohemi që përmes leximit të Kuranit, leximit të librave islam, leximit të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jemi sa më lart këtyre dukurive e të jemi sa më tepër të zhytur në këto dije, të cilat pra na mësojnë dhe na udhëzojnë në rrugën e duhur që duhet ta ndjekim ne. Për çdo sfidë, për çdo do të fushë të jetës, gjithmonë është trumbetuar në veshët tonë se duhet para përgatitje, duhet trajnime, duhet këtë, duhet atë para se ti qasës një
fushveprimi apo një pjedestal, domethënë caktuar tjetër. Hyrja në Ramazan, a ka ndonjë kërkesë diçka për para përgatitje dhe që ndodh me personin i cili futet në Ramazan pa e para përgatitur veten për hyrjen e Ramazanit? Shiko, ai që futet në Ramazan para përgatitur veten, tregon se ai është fut në Ramazan. Inshallah edhe ai merr prej mirësive të Ramazanit. Por besoj se nuk do të jetë në atë nivel si ai që e ka përgatitur veten e vet. Sepse çka do të thotë përgatitje vetë? Do të thotë vetëdijsim. Qet i vetëdijshëm se çfarë vlerash ka muaji Ramazan. Ai që është i vetëdijshëm çfarë vlerash ka muaji Ramazan, ai nuk le pa i shfrytzuar këto momente. Ai që futet i pa përgatitur do të thotë jo, qëllimi është jo i vetëdijshëm për atë se çfarë muaji e pret, por futet se ka ardhur muaji Ramazan, ka një traditë në atë vendin e tij, e ka përjetuar edhe si fëmijë, edhe si i rritur dhe normal se vazhdon edhe ai agjeron. Por shfrytëzimi i tij nuk është në nivelin e këtij që është i përgatitur. Kjo është pra këtu qëndron dallimi. Ky që është përgatitur prej përpara dhe që i di gjërat dhe që ka agjeruar, pra normalisht se ai e di se momentet e muajit Ramazan janë të veçanta dhe në këtë drejtim ai bën çdo gjë që mos lën hapësirë pa shfrytzuar. Ky që nuk e ka bërë këto, ky shfrytëzon edhe ky agjeron, por ngelet në korniza të kufizuara të shfrytëzimit të muajit të bekuar të Ramazanit. Ai që vjen, do të thotë, kur vjen iftari, ai që është i përgatitur, ai që është i vetëdijshëm, ai gëzohet se ka ardhur iftari. Pse gëzohet? Gëzohet se ka arritur të agjeroj atë ditë, ta kryej, do të thotë ta kryej farzin që ja ka bë obligim Allahu. Por jo se shiqir që u kri se nuk dia do të mund ta nxjesh deri në fund, kupton? Ndërkaq dikush mund ta gjë thotë shiqir pasha Zotin ta ndezi një cigare që erdhi iftari. Këtu është dallimi. Për njërin që ka ardhur iftari gëzohet se e kryti si duhet një farz, e plotësoi, ky tjetri thotë që mund ta ndezë një cigare. Tash edhe ky ka agjeruar edhe ky. Këtu në atë aspekt të kryerjes së obligimit nuk ka dallim. Mirë, po ka në atë se si e ka kryer ky dhe si e ka kryer ky tjetri. Në aspektin e adhurimeve, cilat janë adhurimet më të lehta që mund t'i bëj dikush në muajin Shaban? Shikoni, lutja, unë besoj se lutja nuk kërkon, do të thotë, shumë kushtet veçanta në kuptim praktik se duhet ta bësh këtë atë. Lutja është lutje. Bile duke qëndruar në vetë, duke qëndruar ulur e kështu me radhë, ti mund të lutesh. Pastaj është pendimi tek Allahu xhaleshanuhu. Edhe ky është adhurim. Këto janë adhurime. Leximi i Kuranit në veçantë. Po nuk e di ta lexosh Kuranin krejt. Mundohu çdo ditë ti lexosh ato sure që i din. Kjo është shumë e rëndësishme. Leximi i librave fetar në përgjithësi, po edhe përkthimeve të kuptimeve të Kuranit po ashtu. Që pajisesh me njohuri të reja, me dije të reja. Namazi po ashtu. Edhe namazi është diçka që mund ta bësh. Bile namazi nafile është edhe një lloj në një formë ti para përgatitesh dhe trajnon veten edhe për namazet farze realisht. Krejt këto pra janë forma se si ne mund të bëjmë adhurime në këtë muaj. Shofim do të shumë njerëz domthonjë që mundohen edhe ose ja vënë vetes kusht, do të bëj kaq adhurime, apo do të bëj këtë numër të leximeve të Kuranit, këtë numër të hatmeve. Ballafaqohemi me një sfidë këtu. Cila është më e rëndësishme? Sasia apo kualiteti? Shikoni, çdo herë është me rëndësi kualiteti. Ka një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë e habbul amali ila Allahi adwamuhu wa in qall. Vepër më dashur te Allahu është ajo që bëhet në vazhdimsi edhe nëse është pak në sasi. Pra nuk kompleqe sasia, është pleqe cilësia. Veçanërisht duhet të përqendrohemi në cilësi. Normalisht, edhe sasia është me rëndësi që të bëjmë atë, por jo shkele shko. Jo për shkak të sasisë ta shkelim apo ta neglizhojmë cilësinë. Jo,
por sasia me cilësi. Pa cilësi nuk është rregull, se këtë e ka thënë pejgamberi alayhis salam vet, pra, më dashur të Allahut është ajo që bëhet në vazhdimsi edhe nëse është pak. Pra, nuk ka më rëndësi sa sasia, është më rëndësi ajo që bëhet në vazhdimsi. Vazhdimësia nuk kupton cilësinë realisht. Edhe pse edhe vazhdimësia e ka sasinë e vet, sa ajo bëhet vazhdimisht. Megjithatë, flet sa ajo bëhet me vëmendje, bëhet me një përkujdes të madh kështu me radhë. Pra, cilësia është shumë më rëndësi për çdo gjë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se Allahu dëshiron që kur ta bëni ju diçka, ta bëni në mënyrë të përsosur. Pra, të përsosur për çdo aspekt, jo vetëm adhurimet, po edhe në jetën e përditshme. Allahu xhaleshanu e don atë pra. Që kisha thonën të rinjve, apo disa të rinjve të cilët kanë mendimin se feja është e vështirë. Madje disa thonë edhe nëse i qasësh, o qas ju komplet si duhet, o mos e nis fare hiq. Dhe është edhe kategoria tjetër që thot, është për pleqt kjo. Kur plakëm, të marrë të lemën, dhe do të filloj dhe të namazin. To janë hap shumë tema me këtu, më kupton. Kjo do një emision në vete. Por unë shkurtimisht do të thotë se feja nuk është e vështirë, nuk është e rëndë, me përjashtim nëse njeriu e randon vetë fe. Allahu thot në Kur'an, yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allahu don t'ua lehtësoje, nuk don t'ua randoje gjëra. Feja është e lehtë, nuk është feja e rëndë, por po feja është serioze diçka. Me përjashtim nëse njeriu ja randon vetes ose merr qëndrime apo ndjek qëndrime të cilat kanë një dozë të vështirësimit të fesë. Ajo është tjetër, por feja në vete nuk është e rëndë. Çka i duhet për shembull, sa kohë harxhon njeriu duke fal namaz? Ne shikoni, nëse dikujt duket shumë çështja e namazit, që unë vetëm një shembull jap, këtu për shembull në Zvicër edhe kur punon, ka kohë kur ti ke pushim. Ata që punojnë para dite për shembull, pushimin e kanë në ora 9, ka një kohë pauze. Mande përsëri një pushim edhe më gjatë kanë në ora 12. Tamam kur është koha e drekës. Ata që janë pas dite pastaj edhe e kanë diku ka ora 4 një pauzë tjetër. Tamam kur është koha e qindis, edhe për akşam janë në shtëpi. Shikoni, nuk ka diçka do të thotë që është e rëndë. Me përjashtim nëse njeriu e randon vetes. Ndërkaq parat të futesh krejt në islam, o bën e krejt o le krejt, kjo nuk është në rregull. Tu duhet të jemi të kujdesshëm. Po, kërkohet besimtarit islamin në përgjithësi ta merr çdo aspekt të tij, por nëse e ka lënë mangu tazam një aspekt, nuk do të thotë se krejt aspektet tjera duhet t'i lënë. Jo. Ajo është gabim. Le të bëj sa të mundet ai. Normalisht duhet t'i pranoj të gjitha. Nëse nuk e pranon, atëherë ai faktikisht nuk mund të themi se ka pranuar islamin krejt. T'i pranoj një herë. Por pastaj praktika, nëse ka lënë mangët diçka, nuk mund të jetë shkak lënja mangët e një aspekti apo e një obligimi të jetë shkak për t'i rënuar të gjitha të tjerat. Si e përdorin disa veçanërisht tash vjen Ramazani, kot ti që agjeron nëse nuk fal namaz. Nëse ai nuk fal namaz dhe mohon namazin, tamam i themi se ke gabim. Por nëse ai e di thot që namazi është fars, po ja që s'e kam fal. Gabim ti thosh atij mos agjero. Sa i lene mos e nuk e falë namazin, ti ashton një edhe mos agjeroje. Bile duke agjeruar, duke dëgjuar, duke shkuar në taravi, tazam veçanërisht në Ramazan, inshallah vetë disohet edhe për faljen e namazit. Ndërkaq parat kur do të jem, kur që thotë se kur do të bëhemi pleq, ajo është gabim, shikoni. Normalisht mund të duken në shoqëri pleqet më tepër në xhami, në disa raste pse e kanë kryer punën e vet edhe normal sa ai nuk ka në punë. Të ri duken tash, alhamdulillah ka edhe të ri në xhami, por ato janë edhe në punë. Kjo mund të jetë një dukuri që është e kuptueshme deri në një mas. Por kush ka argument apo kush ka garanca se do të plaket dhe se nuk largohet nga kjo botë në moshë të re. Asnjëri prej nesh, por atë Islami duhet të zbatohet. Dhe kur jemi në moshë të re, në atë kuptim jemi më të përgatitur në aspekt se edhe me shëndet jemi më të mirë, edhe mund të përballojmë gjërave më mirë, se plaku për shembull, ndoshta edhe s'mund të rije gjatë në namaz, mund të rije gjatë në ruku, në sejdë, ka probleme me frymëmarrjen, kuptoni? Nuk mund të rije në kam, do të falet ulur e kështu me radhë, ndoshta ka problem me abdesin, s'mund ta mban, shkak se ka nevojë të dalë jashtë. Do të plecia i ka edhe ato
sfidat e veta. E njeriu kur është i ri, të gjitha këto më mirë mund t'i përballon. Gjatë kohës kur po merremi me të rinj, si mund t'ja dëshmojmë apo t'ja mundsojmë të riut të kuptoj se muaji dhe të Shaban është për ndryshim, e jo barë. Po, me atë që e para në herë nuk janë të obligueshme, këto adhurime në atë kuptim agjerimin muajin Shaban nuk është adhurim i obligueshëm, kjo është për përgatitje dhe nuk është barë, sa Allahu xhallahu nuk e ka bërë obligim agjerimin në muajin Shaban, por kanë nxitur në atë kuptim se ka bërë muaj të ofrimit apo të prezantimit të veprave para tij. Po kjo është e para që duhet ta dinë ai pra, se nuk është barë, se nuk është i obligueshëm, por është i preferuar dhe ka dallim mes obligimit edhe në mes të preferimit. Pastaj e ke një muaj të plot, nuk agjerohet i tërë muaj, por agjerohen disa ditë të tij. Është mirë sa më tepër që të mundet njeriu, por edhe atë vullnetarisht. Dhe kjo tregon se nuk është barë, por është pra një prioritet apo është në fakt një pikë e fortë për veprat tona inshallah te Allahu xhaleshano. Cila është ajo vepra gjatë Ramazanit mund t'ja ndryshoj dikujt tërësisht dhe të jetën? Cila është ajo vepër që gjatë Ramazanit mund ta bëjmë, me cilën mund ta ndryshojmë të tërësisht jetën tonë? Shikoni, nuk ka një vepër dhe jetën tonë, kjo është çështje më tepër këtë dhe personale. Për dikë, për shembull, mund të është pendimi. Për dikë është lutja, për dikë është agjerimi, për dikë është namazi, për dikë është falja e namazit me xhamat. Të shumë njerëz për shembull taravih kanë ndikuar, ka pas një ndikim shumë të madh që me të vërtetë ja ka ndryshuar jetën. Kjo çështje është individuale, pra nuk mund të thuhet se kjo është ajo. Ka shumë vepra, këtë varet prej personit, ai si i kupton gjërat. Por me rëndësi është veçanërisht pendimi në muajin e bekuar të Ramazanit, afrimi të Allahu xhaleshanu me lutje, me namaz, me agjerim dhe me vepra tjera të mira. Ju rikujtoj edhe një herë se mund t'i bëni pyetje juaja me zë, ju që jeni në panel mund të hapni mikrofonin dhe po dëshirohet të bëni pyetje me zë, mund t'ja bëni hoxhës bashkëmal ju. Përndryshe mund të vazhdojmë edhe me disa pyetje tjera që kemi këtu. Nderuar doktor, si ja kalova, mirë. Mirë, alhamdulillah. Bacëm ke arrujnë ata pasta ku për parën me të i ka ba një kohë, një 15 vite të mirë i ka që s'na të përë. Një bashkimi i Shkupit, po, vazhdo me pyetjen vllai. Pyetje? Nuk ta vazhdoj, Gjerald dhe Masajnë, po thashe në vetë që se ka dikush pi komenteve që ka të interesu do dikush me ja përcjell ishte kon mirë, shpëtim? Po, ju thashur në disa herë, po normal që nuk dëshirojnë të deklarohen me zë. Kështu që nëse ke ndonjë pyetje për hoxhën, mirë, përndryshe do të vazhdojmë edhe me këto që kemi me shkrim këtu. Vazhdo si jap të gjuket. Jashtë ishte vetëm sa për një përshëndetje për ty hoxh që nuk është duhet që patin ndonjë pyetje diçka të caktuar. Pyetja radhës është atë me çfarë ndjenje do të ishte më e bukur të hyjmë si familje në Ramazan? Me ndjenjen e kënaqësisë me atë që Allahu na ka obliguar. Të jemi të kënaqur pra që Allahu xhaleshanu na ka bërë Ramazanin një moment për adhurim dhe për afrim tek ai. Kjo ndjenjë do të ishte ajo që do të na bënte neve edhe më efektiv në shfrytëzimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Edhe një pyetje që ka të bëjë edhe më shumë me aspektin fikhor të agjerimit. Nëse e bëjmë veten të vjellim me zor, me thonë, a e prish agjerimin ajo? Po ashtu ka, që është përmendur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu është. Ku cilin thot mund të vjellurit, edhe nxjerr krejt jashtë, am kupton, ati inshallah nuk i prishet, sa e ka nxjerr, nuk ka fut diçka brenda, por nëse njeriu vet e inicon të vjellurit, ashtu siç është mendimi edhe shumë dietarëve, se kjo pra po e prish agjerimin.
Mund të themi do që muji Shaban është një urë përgatitore për Ramazanin? Ashtu po, Kuptimi kuptohet. Po, normalisht në tërë ligjërata ka qenë për këtë, përgatitja edhe në disa aspekte, edhe shpirtërore, po në të njëjtën kohë edhe fizike, trupore të organizmit për muajin Ramazan. Atëherë kjo ishte sa i përket të pyetjeve që kemi me shkrim, nëse dikush për juve nuk keni ndonjë pyetje më zë mund t'ja bëni hoqës, atëherë mund të përfundojmë emisionin këtu, që tash pothuajse është mbi 1 orë e 10 minuta që të ka zgjatur, i kërkojmë falje për zgjatjen, o që nderuar edhe juve, Allahu ju shpërbleft për kohën që datë me neve. Amin, inshallah, ju përshëndes edhe unë juve të gjithëve, inshallah e shfrytëzojmë muajin Shaban dhe na bën Allahu xhaleshanu të mundshme që ta mbrim edhe muajin Ramazan dhe ta shfrytëzojmë maksimalisht tër atë potencial që e ka ai muaj i bekuar. Atëherë, Allah ju shpërbleft edhe juve të gjithëve për pjesëmarrjen, për ndëgjimin dhe për pyetjet e juaja që i bët. Duke shpresuar se keni mbetur të kënaqur me ligjërimin e hoqës dhe me pyetjet dhe përgjigjet që morët nga hoqja e nderuar, atëherë ju lëm në mëshirën e Allahut të Madhërisëm deri në javën e ardhshme, pra në emisionin e radhës në vikendin e ardhshëm, që do të jemi prapë me hoqën në Bashkim Maliu, duke shpresuar që Allahu na mundsoj të hyjmë në Ramazan ashtu siç duhet, si përket një muslimani të vërtet. Dhe duke shpresuar që gjithashtu do ta kompletojmë Ramazanin ashtu siç Ramazani e ka vlerën e vet. Shpresojmë që Allahu i Madhërisëm të na mundsoj të hyjmë në Ramazan dhe të dalim në nga Ramazani duke qenë të falur dhe të pranuar nga ana e Allahut të Madhërisëm. Atëherë ju përshëndes pra me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju dhe gjithë familjet tuaja, kudo që jeni në mesin tuaj. Dar Zotit të keni begati të llojeve të ndryshme në çdo fush veprime tuaj. Ju përshëndesim pra, natën e mirë dhe mirupafshim.